edhe kur kam nevojë mi fitu zgjedhjet të më bë presidente, kam nevojë për rrugovën. Secili po bëhet rrugovist. E me bë me ul me i vet, a ki lexuar nëse politina, a shkosh për ty mas pari dhonën bazike, filozofike, faktike të asoj që ti e qunë frymë rrugovjane, a ko ka me rejt frymë rrugovjane, ko ka interese personale. Ashtë me bloku shtetin frymë rrugovjane? Atje qenë një rrugovist nuk është diçka që, si dhemi kështu është, e maru me shtjelu me abstrakte, diçka që atje që delmi një foltore edhe e ngjall rrugovën vetëm kur duhet për me marrë vota. Qysh po ndodh, fatkeqësisht tash të LDK. Fatkeqësisht të ta qymë shtu të Vjosa Osmani shone për një me do një po qudita. Kjo është për një me edhe ofendim për inteligencën tonë, edhe hajgare me neve, mu qu në një ditë lume me të ra presidenti historik Rugova në mend, veç kur ki me shku, si me thonë, Kosova ka nevoj, kur o Kosova kesh është, ka nevoj për Rugovën, kur është Kosova kështu ka nevoj për Rugovën, kur është kjo ka nevoj për Rugovën, edhe kur ka nevoj mi fitu zgjedhjet të në më bë presidente, kam nevoj për Rugovën. Është një keshpërdorimi në gjajshëm, një paralele e në gjajshme me keshpërdorimin që i bëhet dhe vlerës masublimet e na, që është UÇK-ja. Është i njëjti keshpërdorim politik për interesa personale, për marrë në pushtet, për shkak egove të pashëruara politike, patologjive të ndryshme, del edhe kështu e shkep një farë hipokrizie, një farë rene, bloko shtet. Do më thonë, në momenti kur ti do në me bo president, që kjo është paradoks në rrët vete, në momenti kur ti do në me bo president dhe partia politike e cila, apo grupacioni politik, e cila e ka shumicën e madhe, dërmuse masive, në institucionin përkatës i cili zgjedh presidentin, ti as nuk merr pjesë. Atëherë, çfarë institucionalisti ko këti? Çfarë rruguvista e një ju, kur qoni dorë prej, si themi, njënës për shtyllave kryesore, themelore, për cilin është mundu indjeri presidenti Historik Rugova dhe kolosë të tjerë për atë ti. Dhe të tjerë të mëdhaj. E që është ndërtimi i qësoj Kosove me institucione, në qoftë se qenë që ka që rëndësishme, presidenca dhe institucionet kosovare, atëherë edhe në shonë pe në aspektin e asoj edhe kupton rolin tanë edhe të drejten. A është një nga postulatët kryesore demokracia e presidentit historik. Në ato 3 shtylla kryesore të liris edhe pavarësisë e demokracisë. Aty është me gjatë zoni ka po. Edhe në demokracinë kosovara vendos qytetari kush bëhet edhe kush nuk bëhet president. Dhe atër mos pranimi kësaj, blokada kësaj, është në start, që në fillim, që në thelb, që në temel, është refuzim me pranu realitetin edhe më konë anti-institucionalist, e që rrjedhimisht rënë është me thonë, po është e vërtet dhe faktike, të panë edhe anti-rogovist, ti kohë mund ta kesh plot, po vepra ti ke larg sa hona me tokën në relacion me kulturën e atë frymën rrugovjane, kohë mund ta kesh plot.